Gënjen. Raskapitem rrugës, po pitë marrë pjesë në seancat e mbledhjet se i bëni fshevrat. I bëni publike. I bëni publike. Janë pronat po i dhirni vetë ju. Si e në bashkia, more? Më thuaj një përgjigje që ka marrë unë të drejt nga bashkia. Ku po ndërtohet? Tek kush pronë? Po ndërtojnë Po ndërtojnë tani në këto momente unë vjenë tek tokat e mia. Unë jam një presim pasurie, kam 30 vjetë, pres gjukatat. Kur na thonë ne drejtojmë gjukatës, ne drejtojmë i gjukatës. Presim gjukatën. Presim gjukatën. Gjukata s'po bën punë. Pjesëtim akoma maraton 30 vjetë. E tani vim të marrim pjesë në mbledhjet që bën qarku, bashkia, ne shikojmë si kriminele. Pse? Ku është këtu? Më thuaj, unë jam dhe e zgjedhur populli në kryetare pronarëve të lishëm. Dhe tani kam të drejta njerëzore e ligjin 119 të marrë informacion. Të kanë ndaluar ty për të marrë pjesë në mbledhje? Si? Të kanë ndaluar? Po tani ku vete këto që kanë marrë pushteti, edhin vota për do dhe nuk na njohin pastaj si popull. Unë jam e Klarina Hoxha, problematike në qytetin e Vlorës dhe në gjithë Shqipërinë, 30 vjetë, pjesë pasuri. Edhe ndërtohet, si e jep ti, se jep për pronarin e lishëm, po e jep për kriminelin atje. Yrtesaki Drizi ka zaptuar gjithë atë. Kush i lëfta? Prap prona tjetër atje zaptohet, ndërtohet në 2026 ndërtohet, unë jam në pjesë pasurie.